Një stall me gjedh është përfshirë nga flakën në fshatin armen në njësinë administrative Selenic, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Stalla ishte në pronësi të Bardhyl Haxhirajt. Si pasojë e zjarrit janë ndjegur 16 krerë lop, 3 viça dhe 2 krerë dhi, duke i shkaktuar fermerit një humbje të rëndë ekonomike. Në zonë duken qartë pasojat e ngjarjes së rëndë, ndërsa në të gjithë stallën janë të dukshme shenjat e djegjes dhe dëmet e shkaktuara nga flakët. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një shkëndije elektrike, duke përfshirë në pak minuta të gjithë stallën. Ngjarja është shënuar rreth orës 19 deri në orën 21 të mbrëmjes së 11 shkurtit, pak pasi fermeri ishte larguar nga stalla për në banesën e tij. Puna 10 vjeçare e Haxhirajt është shkatruar brenda pak orësh. Me lodh në sy ai tregon momentet e ngjarjes, ndërsa dëmi ekonomik llogaritet në rreth 100.000 euro. Fermeri shprehet se sapo kishte mbërritur në shtëpi kur është njoftuar për zjarrin, por ndërhyrja ka qenë e pamundur pasi bagtit janë ndjegur dhe asfiksur plotësisht nga flakët dhe tymi i dendur. Dëmi pore, pa llogaritshëm. Në orën 7 darkës unë e mbylla si stall, mbarova dhe punë, pika në shtëpi me nuse dhe me djalin. Dhe marrë telefon, ta shofte një ore, ka e flakët e stallan. O që po thoi, tha. Por, makinë zhumbi, nuk kishte mundësi të hyje më bërë në tymi. Malli ishte asfiksur komplet, hyra vetë unë deri dy kupru, malli i shtri të tokë mërë në i tërë. Në tymi, 16 lopë, 3 viça, 2 dhënë, 2 vijë. Me këto bakti 10 vjetë. Për mua është shkëndije elektrike. Kamera nuk punonin më. Në atë moment i morja i shokun telefoni, hapëm telefonat, nusja që e ka në ata telefonat e mirë. Funksionon dhe asë gjë. Djegur kabli, djegi ku korrenti, normal. Në Armen, të shafë, 2 kilometra prej këtu. Ndaja ka ndonë pas orës 7. Në 9 erdha unë, me fjallë dava 2 orës që isha shkëputur nga ferma, nga stallë. Tym dhe flak, pa llogaritshme. Po janë 100.000 euro po, me ma. Do 16 lopë bëjnë 50 milion lek. Një minimale se një lopë sot bën mbi 3 milion, u kisha lopë mira. Jo të racës. Lopë të kisha të mira. Bardhyl Haxhirajt shprehet se kanë ardhur edhe përfaqësues të bashkisë, edhe të policisë, edhe të drejtorisë së bujqësisë, dhe shpresa e tij e vetme është që të ndihmohet sa pak nga institucionet me qëllim rifillimin e jetës së tij ekonomike dhe atë familjare. Po. Mos bëhet fjalë fare. As kredira, as gjëra për fare vetëm. As i gjë. Vetëm mundi përgjese këto që shikon këtu, as i gjë tjetër. Edhe në gjitha instruksionet, edhe të bashkisë, edhe inspektori i zonës ka ardhur 2-3 ditë rreshtë, edhe djepin është në mëngjesishte, në drek bëm denancim në policinë. Po patjetër. Po. Unë me nusen se unë djalin që kam këtu 5 ditë ka qenë në Itali. Unë e nusja, edhe unë e 2. Do bëjmë që s'e mundu, po bëjmë ato letrat. Dje isha në bashki emergjenca civile, sot tek zjarrfiksi ato veprimet, shkrim. Edhe polici bëna letrat bjen drejt. Shpresojmë, po, kamera sigurie, po ore. Ndërkohë autoritetet po vijojnë verifikimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes, ndërsa hetimet paraprake konfirmojnë se shkak dyshohet ka qenë një shkëndijë elektrike që çoi në përhapjen e zjarrit dhe djegjen e bagtive.